Europa për ne është po aq një vend i bashkëndar shpirtëror saq është një mozaik rajonesh, gjuhësh e besimesh të ndryshme fetare. Ndoshta jap se ndjejmë nevojën jo vetëm për politika të reja, por për një lloj të ri politike, një politike e cila ripërcakton jo vetëm atë çfarë jemi, por edhe se si jemi së bashku mes vetes e me botën. Një politikë e cila e sheh Europën jo si një fortesë për të mbrojtur apo një muze për të ruajtur, por si një shpirt i përbashkët që duhet mbrojtur, një fati të gjithë për të jetuar e një armë e përbashkët për të ndërtuar. E për ta bërë këtë nuk duhet investojmë vetëm tek qëndresa e tek mbrojtja, por tek zemrat e mendjet që do të mbartin me vete shpirtin e Europës, fatin e Europës dhe të ardhmen e Europës. Dhe më lini t'ju pyes. Shumë të dashur miq. Pse të mos imagjinojmë një KPE të arsimit, të shkencës, e të inteligjencës artificiale, një aleancë ndërkombëtare për te armatimit, një terren burimesh të ndërlidhura dijeje, kërkimi shkencor, inovacioni, ku territoret që nuk janë anëtarë të BE-s apo ende jo anëtarë të BE-s mund të bëhen kufi të ri investimi, pa burokraci, pa rregullime barra fiskale. Një ringjallje e asaj çfarë pasoi rënien e murit të Berlinit, ku Europa perëndimore zbuloi gjysmën e saj lindore, e ku investimet vërshuan në drejtim të lindjes, duke tërhequr të rinj në përqafimin e Europës, e duke nxitur epokën e fundit të mbështetur të rritjes reale, ku nga këto investime pati dividend mjaft të lartë në këta kufi të rinj. Le t'u japim të rinjve të Europës, bizneseve të reja, një arsye më të mirë për të qëndruar se sa të flasim vetëm për armë apo riarmatim. Dhe le t'u japim një motiv të fortë për të ndërtuar, për të ëndërruar në tokën evropiane, në vend që t'i hedhin sytë të shkojnë larg për të ndjekur ëndrat e tyre. Në fakt betejë ajo nuk mund të ketë të bëjë vetëm me qëndresën ndaj asaj çka mund të na bëjnë të tjerët, por duhet të jetë po kështu, diçka që lidhet me atë çfarë ne mund të bëjmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe për Europën tonë. Nuk ka të bëjë vetëm me qëndresën kundër shkatrimit, kjo është apërmendsh, por ka të bëjë me kurajën për të ndërtuar, për të ringjallur urtinë e historisë sone, për të forcuar besimin në kapacitetet tona njerëzore të arsyetimit. Kur Donald Trump i tha se Zoti e shpëtoi nga plumbi sepse i plot fuqishëm i kishte një plan për Amerikën, tha vetëm gjysmën e së vërtetës. Gjysma tjetër është se Zoti kishte një plan edhe për Europën. E nuk mund t'ishte më e qartë se sa kaq. Europa edhe një herë ka një mundësi të dhuruar prej Zotit për të rishpikur veten. Le të sigurohemi që rrugtimi i Europës, i yni në këtë rast, nuk është një udhtim rrëmbimi si në pikturën e Veronezës, por një udhtim kthimi dhe rilindjeje, një kthim në shtëpi,